Edhe këtë analizë si shumë tjera dua ta nis nga vetja dhe nga perspektiva e një shqiptari të Maqedonisë. Jo vetëm se nga këtu bëhen këto analiza që jo çdo herë do jenë vetëm të përkufizuara për shqiptarët e Maqedonisë dhe as për të potencuar veten ose mendimet e mia, por për të qenë më të kuptueshëm dhe të qartë për atë që duam ta përçojmë si kuptim dhe shtjellim për proceset, fenomenet dhe problemet të cilat bëhen temë. Ashtu, mua vetë, shumë njerëz me të cilët kam bisedu dhe besoj shumë njerëz në botë i mundon një paqartësi. Si mundet në Palestinë të zhvillohet i gjithë ky gjenocid dhe të merë, jo vetëm tani kur në Gaza të i kalohen krejta statistikat e vuajtjeve dhe shkatrimit në historinë e njohur të njerëzimit, por edhe gjatë 70 viteve të kaluara. Ndërkohë, aty për rreth Palestinës ka aq miliona arab, shtete, mbretëri dhe ushtri. Pra, ajo organizata e Ligës Arabe ka antar 22 shtete, e prej tyre gati gjysma janë shtete fqinje me Palestinë, edhe përkundër kësaj Palestinës i ndodh kjo tani e 70 vite me radhë. Do me thonë, këtu flasim për njerëz arab, me gjuhë arabe, me kulturë të njëjtë arabe me palestinezët dhe nga dy fete arabëve, pra musliman dhe të krishterë prej disa kishave të ndryshme. Një popullat prej 450 milion njerëz në shumë shtete, me diplomaci, parti, mbretëri, institucione fetare e kombëtare, me pare dhe ushtri të shumta, mbretër, generala, kardinala, admirale, miliarder, turli kryetari e imami e për Palestinën ketë këto si lesh hamami. Njerëzve në botë kjo pyetje ju duket gati si një enigmë pa përgjigje. Si mund të ndodh kjo dhe ende më rënd, si mund ende të vazhdon? Si krejt këto nuk mrin të fusin as miell dhe ujë, së paku mos vdesin nga uria fëmijët e ngratë të Gazas. Sikur që çdo ditë ndodh sipas krejt raporteve relevante nga institucionet ndërkombëtare të OKB-s. Vërtet kjo është një pyetje e rëndë dhe nuk është se nuk ka përgjigje, por krejt ajo përgjigje është e gjatë e duhet trajtuar nga krejt aspektet dhe kapacitetet e krejt këtyre për t'u sqaruar. Në këto përgjigje përfshihen gjëra që duhet me i trajtuar gjerë e gjatë, sikur mos pasja konstituencë historike të disa prej këtyre shteteve, jo legitimiteti i udhëheqjes shtetërore të disa prej tyre, varësia ekonomike dhe politike që cënon sovranitetin e disa shteteve arabe, problemet e brendshme dhe konflikti esencial për shtetin komb në vetëm një shtet, ndërsa ata janë arabët e njëjtë edhe kur legjitimohen politikisht vetëm si arab, atëherë do duhej të ishin një shtet. Vetëm sa për të kuptuar më mirë këtë pikën e fundit, do sjellim një shembull shqiptar, ku në bazë të idealizmit shqiptar, një shqiptar vetit nuk do mund të legjitimonte përpjekjen për shqiptari në një shtet tjetër të vetin kombëtar ose qytetar pa e bërë Shqipërinë. Do me thonë, nëse dikush e dedikon veten dhe legjitimon krejt përpjekjen vetëm për shqiptari, si mund të merr pjesë ose pranon legjitimitet kufi shtet tjetër përveç Shqipërinë? Te arabët është edhe më zor kjo punë, pasi nuk kanë vetëm një shtet. Kështu, por disa prej tyre do kishin mbetë dhe ekzistuar nëse do kishte vërtet një kështu legjitimim e konstituencë historike, gjeografike, politike dhe shoqërore, ideale të bazuar vetëm në arablëk, arabizëm ose panarabizëm. Kjo është diçka shkurt nga një përgjigje gjerë e gjatë, por që sigurisht nuk e spjegon krejt atë se si është e mundshme të ndodhi gjithë ky tmerr përkundër krejt atyre arabëve për rreth. Njerëz anëmban botës aq shumë dihen keq nga krejt ajo që aktualisht ndodh në Gaza. E paramendoni se si ndihen dhe sa rënd e përjetojnë ata njerëz në Jordani ose Egjipt që janë ku e ku më afër Gazas dhe të njëjtit gjuhë, gjak, kulturë dhe fe. Shumë më rënd sigurisht
dhe janë gjëra që nuk shpjegohen lehtë. Për të kuptuar sa më shumë, ne nga këtu mund të bëjmë krahasim me gjëra që i kemi përjetuar historikisht, ose edhe i përjetojmë çdo ditë si shqiptar të Maqedonisë. Ashtu neve, shpesh na ndodhte të cilësoheshim si Maqedonc e të tjera prej potencimit gjeografik, shtetëror dhe politik. E neve na ka penguar kjo gjë me drejt dhe shpesh edhe ofenduar, pasi na dukej se dikush neve na e konteston shqiptarin. Njëjtë si i trajtojnë shumë palestines në shumë shtete arabe vetëm si palestines, pa ju dhënë as të drejta, as shtetësi, as punë, e shpesh as edhe grua e burr për martesë, sepse ata për ato janë vetëm palestines. Ndërkohë që ata palestines edhe aty janë arab, dhe pra në shtete që kanë në emërtimet e tyre prefiksin arab, dhe ky palestinezi me plot legjitimitet pretendon dhe mund të thirret vetëm në arablëk dhe arabi. Mandej, me Palestinën edhe arabët, neve na përgjan edhe konflikti për perceptimin e qendrës dhe skajeve. Ashtu shumë në Shqipëri dhe në Kosovë nuk mund ta kuptojnë se si shqiptarët e këtuhit me të drejtë e din veten se janë brumi, maja e Shkupi e manastiri dhe qendra historike të shqiptarisë. Bile, atyre u duket e pabesueshme ekzistenca e një kësi perceptimi, ndërkohë që kjo qëndron plotësisht duke ditur krejt historinë shqiptare edhe të përpjekjeve shqiptare për shtet dhe komp, sidomos në periudhën moderne kur janë bërë shtetet komp. Shkupi, Kumanova, e deri edhe Struga dhe Kërçova me krejt qytetet ndërmjet kanë patur ngjarje, përpjekje dhe personalitete që kanë bërë Shqipërinë. Jo këtë ngushtën si kifle, por atë idealen dhe historiken so mund të plot. Por, edhe më të kuptueshme janë krahasimet për përzierjet nga e kaluara e afërt dhe ato që vazhdojnë të ndodhin, sikur një takim i fundit që kishte Vjosa Osmani, presidentja një shteti qytetar, siç është ai i Kosovës, me vetëm një lider, me vetëm të njërës parti nga një koalicion multietnik Fronti Evropian nga Maqedonia. A shiqare që ai takim ishte bë që të bie në sy shqiptarëve, por marr parasysh cilësinë atyre që janë takuar, si legjitimohet kjo me parametra shqiptar. Pra, çka ka lidhje këtu shqiptaria? Sigurisht nuk ka lidhje, ama mundet shumë dëm t'i bëjë shqiptarisë. Për ta kuptuar këtë, ta paramendojmë një takim të lideres bosnjake të Kosovës Duda Balje me përfaqësues shqiptar nga Maqedonia, në të cilin takim do trajtoheshin dhe këmbeheshin eksperienca për decentralizim dhe për mënyrën e themelimit të komunave. Një temë dhe çështje që shqiptarët e Maqedonisë e din pasi e kanë bërë shumë më herët. Ai takim një ashtu nuk do kishte lidhje me shqiptarin, ama shumë dëm do mund të i bënte. Ose ajo përçarja e famshme historike që i është bërë përfaqësimit politik, atëherë shumë të fortë shqiptar në Maqedoni, e njohur si telegrami ATSH-s në vitet e 90-ta në kohën edhe sundimin e Sali Berishës. Nëse krejt matjet dhe rezultatet politike dhe historike të asaj përzierje dolën se ishin kundër shqiptarve, a e bën kjo atë përzierje të atëhershme antikombëtare dhe antishqiptare? Sigurisht se po. Ose përflitja se në shkëputjen e ASH-s së Taravarit nga koalicioni Vlen, ka gisht Shqipëria, Edi Rama, ose ambasadori i parë shqiptar në Maqedoni, Denion Mejdani. Ky tani emërtohet si ambasadori i parë shqiptar, jo vetëm sepse në opinion e kanë trajtuar si të parin ambasador që punon dhe është tamam ambasador, por edhe pasi përflitej se ai më hershmi Qejku, që kishte anime politike publike gati si aktivist i BDI-s, ka qenë me prejardhje etnike të pasqaruar mirë. Mu sikur Iraku, Siria dhe Arabia Saudite, që kanë patur ambasador të vetë në pushtete të ndryshme arabe, ermen dhe jo arab tjerë. Arabët më së miri pra mund t'i kuptojmë ne nga këtu, edhe pse neve këto na kanë ndodhur me shembuj dhe me pasoja më të vogla, por prap mbetet se e shitmja,
tradhtia, hajnia dhe çrregullime tjera janë të kategorisë kualitative e jo kuantitative. Pra dihen dhe maten me cilësi, jo me sasi. Nuk mund të themi se pak na kanë shit, pak na kanë tradhtu dhe vetëm pak na kanë anashkalu kombëtarisht. Ka lloje dhe mënyra të shumta të tradhtisë, rrenës dhe hajnisë, por nuk ka sasi. Nuk ka ama ndodhi pak, nuk ka ama ndodhi vetëm një herë, edhe me një herë mbetet për herë.